të veçantë, do dua ta përmbyll këtë duke ju uruar edhe duke vlerësuar jashtëzakonisht në emër të shikuesve edhe të panelistëve për atë çfarë ka ndodhur në Kushar. Një sekond, diçka ekstra. Nesër është 9 prilli, është dita e miratimit e Kushtetutës së Shtetit të parë të Lirë të Kosovës. Ju uroj të gjithëve, shqiptarëve dhe qytetarëve të Kosovës këtë ditë historike. Absolutisht po, edhe kjo një vlerësim i jashtëzakonshëm me që ju një nga hartuesit e saj edhe tani kur i diskutojmë këto dy momente të veçanta, një lavdi, një konstitucion, e pa lavdi nuk do të kishte konstitucion, pa konstitucion nuk do të kishte shtet, a ka patur një lloj një sinkronizimi që kjo bëhet me një ditë? Të gjitha janë procese, bashkimi e bën fuqi. Ose e mundsojnë njëra tjetrën. Për vjetori Kosharë, organizimi bën luftën, lufta bjen fitoren, fitoria bjen lirin, liria pavarësia shtetin, kushtetuta, funksionalitetin. E gjej rastin në falenderoj edhe Vatrën, edhe këtë moment historik që po shfaqet në ekran, edhe këmba e kujt është aty Berisha? Është Sali Çekajt, është apo e Agim Ramadanit? Ajo është këmba e një ushtarit të ushtrisë lëndore të Kosovës. Gjithë ke thonë që shtonë, mirë. E gjithë shqiptarëve që kanë pas ëndër me hekat gur, edhe Albin Kur. Së konë aty. Po konë burg edhe ka pas dëshirë me hekat. Edhe më leo që në veçanti me qenë se u prek kjo temë, shprej një respekt konsiderat lartë për gjitha familjet e dëshmurëve, jo veç të Kosharës, por të krejt Kosovës, gjithë veteranët luftarë, invalid, për këtë periudhë të lavdishme që kem qenë bekuar nga Zoti më bë pjesë e kësaj historie. Po, edhe Berishën, Elmi Berishën një... Elmi Berishën e përshëndes veçantë që ai ka qenë pjesë e formacioneve ushtarake, kur ka ardhur në Papaj, në pader që jemi në gjitë në Elë, Elmi Berisha ka qenë